2004-ës nuk keni fitu Florian zgjedhje. Pra asë njëherë nuk o konë mo prej 2004-ës përgjithësia juj me kriju institucione në matematikën e rezultatit zgjedhor. Gjithmonë ju ka taku të tjerëve që është sot, po thoni që i takon Albin Kurtit, i ka taku PDK-s, i ka taku në 2006-ën, në 2006-ën, në 2010-ën, në 2014-ën, në 2017-ën Ramush Haradinët në krye të panit, në 2019-ën Albin Kurtit ku o bo me ju. Mirë dhe prapë, pozistia ka qenë të tjerve na kemi kontribu në themelimin e institucioneve. Këtë po e lyp Albini bre? Kontribuani qajtë sa keni kontribu për PDK-n? I shojmë kushtet në cilat kushtet, ndoshta dhe kontribuojmë. Çfarë kushtet do të ishin të mjaftueshme? Ja, tashon nuk do të shona deri në këto, sepse janë tema cilat duhen më diskutu. Jo, po më intereson Florianin, sepse janë pikat të cilat janë vijat kuqe. Vije kuqe është gazi amerikan. Vije kuqe është gazi amerikan. Vije kuqe janë institucionet e pavarura kushtetuese cilat merendjen kap prej qeverisë aktuale. Vije kuqe janë liria, demokracia në këtë vend. Vijat kuqe janë gjanat për cilat na po i shohim si të cënuara gjatë kësaj periude. Këto e në vijat e kuqe dhe unë e konsideroj që kjo është ma e rëndësishme se ndarja eventualisht e posteve ministrore. Ne për këto domi me diskutu. Me se cilin rast në partneritetet të arshme, por ja që me gjitha te unë konsideroj që kjo është pozicion organeve të lidhjes demokratike të Kosovës, të cilat do të diskutojnë të ardhmen. Po që, si pas këtë mështrimit juj, se përmendë edhe me drejt, mendoj unë, se të kanë qenë madje edhe pika qëndrim zyrtar i lidhjes demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të jetorit. Një prej tyre që u bo tash temë është krye prokurori. Apo jo, cilë është zgjë. Është, a konsideroni këta si kapje edhe për shembull nesër në një marrëveshje të mundshme të koalicionit, çfarë mund bëhet të drejtim. Sa ajo punë krytash. Tash ndoshta nuk mund të flas për individ. Kopja ka fillu do të thotë edhe tendenca e tyre për me kontrollu organet çfarë kaq për masa kaq brutale nuk i kemi pa ashtu as të kaluamën, ka fillu me shkarkimin e kryetares së Komisionit Qendror Zgjedhjeve zonës Valdete Doka. Pa asnjë arsye, një proces krejtësisht në kundërshtim me kushtetutën. Për cilën LDK nuk jep të nënshkrimet me e tërbu? Nuk i ka dhonë. Me arsyetime cilat zoti Abdigjiku i ka pas në atë kohë, nuk i ka dhonë nënshkrimet. Po ashtu ka vazhdu me Komisioni Pavarur i Mediave, ajo, kjo, deri tek procesi i fundit që ka ndodhur në Këshillin Prokurorial të Kosovës, që ndryshimet e ligjeve, një krye prokuror, një kandidat për krye prokuror është ndalë, dhe tash e kemi zgjedhur. Mirë që e kemi në fund një krye prokuror, sepse megjithatë konsideroj që vendi është e pa precedent, vendi me met për vitet tona pa krye prokuror. Po në tendencën, e konsiderojmë si tendencë vazhdueshme të vendosjes me kontrollu këto institucione. Jo, a e shini të